Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Miq të mi, nëse mendoni se ju ka pëlqyer kjo video, bëni subscribe në fund. Pra, gjithandej Maqedonia vlon. Sot është e martë, data është 10 muaj 3 vitit 2026, vit që po e shkelim. Dhe pas rënjes së çmimeve të derivateve të naftës në bursën botërore, opozita në Maqedoni, edhe BDI, edhe LSDM kanë kërkuar reagim të menjëhershëm nga rregullatori. Bile, LSDM-ja ka thënë, jo një herë në javë të hënave, por për çdo ditë të përcaktoj mënyrën e vendosjes së çmimeve Komisioni Rregullator I Energjetikës. Por, duhet presim deri të hënën. Deri të hënën, shohim e bëjmë, thëmi në Shqipëri. Dhe, e që është edhe më interesante, ka dalë sot komisioni, inspektoriatet, dhe I kanë vizituar gati që të gjitha pompat e benzinit me atë se a kanë pasur të fshehura apo s'kanë pasur të fshehura naftë. Në mbrëmje tash jam te shumica portaleve në gjuhën maqedonase të thonë asnjë jo pa rregullsi nuk ka pasur. Pra, çdo gjë ka qenë në rregull, nuk kanë pasur rezerva të fshehura. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Pra, do paguajmë siç e paguajmë. Mbani mend kur tha Mickovski 4%. Çdo njëri I ka ardhur 150 euro më tepër, ama 4%, 4%. Dhe njëjta gjë po ndodh edhe në sfera tjera, jo vetëm në energjetik. Në Ministrinë e Bujqësisë, Pilltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, sot kanë dalë me një të dhënë se janë paguar mbi 30 milion dinar mbështetje shtesë për 243 bartës të ekonomi familjare bujqësore, në kuadër të programit për mbështetje financiare në bujqësi për vitin 2024. Unë tash do reagoj. Megjithatë, në këtë njoftim mungon një element thelbësor për transparencë. Nuk bëhet e ditur se nga cilat rajone apo komuna vinë përfituesit e kësaj mbështetje. Nga, kur bëhet fjalë për para publike, opinioni ka të drejtë të di si dhe kush përndahen ato para. Publikimi vetëm I shumës totale dhe numrit të përfituesve nuk mjafton për të kuptuar nëse mbështetja është përndarë në mënyrë të barabartë në të gjitha rajonet e vendit. Pikërisht për këtë arsye, nga institucioni si Ministria e Bujqësisë, Pilltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave të Maqedonisë së Veriut, pritet më shumë transparencë, publikimi I të dhënave sipas rajoneve, komuneve, apo së paku një listë përfituesve, nuk janë shumë. 243. Vetëm kështu mund të shpang nga dilemat dhe dyshimet në opinion për mënyrën se si shpërndahen subvencionet në bujqësi, nga njoftimi që ka sjell Ministria. Mungon një element I rëndësishëm, shpërndarja reale e përfituesve. Thuhet vërtet janë 243 përfitues dhe se janë paguar 30 milion dinar. Por nuk tregohet nga cilat rajone apo komuna janë bujqit. Kjo lë disa pyetje të hapura që zakonisht duhet të jenë publike për transparencë. Sa përfitues janë Tazëm, nga Tetova, Gustivari, Kërçova, Rruga Polikova? Dhe a ka përfitues? Sa është shuma mesatare për përfituesit? 30 milion. Pjesëtim për 243 I bie 124.700 dinar për përfitues mesatarisht. Pra problemi kryesor është pa publikimin e listës ose të pakën ndarjen sipas rajone, nuk mund të verifikohet nëse mbështetja është përndarë në mënyrë të barabartë. Në praktikë të dhëna zakonisht I ka Ministria e Bujqësisë, Pilltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave të Maqedonisë së Veriut ose Agjencioni për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, por jo gjithmonë publikohen në komunikatat e shkurtra. Kush e di se vërtet 2.000 euro, nuk janë pak 2.000 euro. Nuk janë pak. Për 243 familje. Pra, nuk e përmendi vlenën, e dëgjua deri tash nuk e kam rënë. Nuk e vlen. Mirë tha Zedi mbrëm në një intervistë. Po kujt I han palla se a do shkret a nuk do shkret vlen. Vlen është sa jesë vëmëro dhe pëmënes. Dhe pik. Dhe do ndalem edhe pak. Jo, nuk do ndalem hiç as pak. Por, do I bëj drejt shkurt e shqip. Unë ka që një muj që rehi telin se në korridorin 8 diçka nuk është në rregull. Duhet del kryeministri I shtetit, duhet del zëvendës kryeministri I transportit dhe bashkërisht në një konferencë për shtyp të thuaj cila është e vërteta e lidhur me korridorin 8. Pa marrë parasysh se Bechtelenka apo Enka kërkon avans për 300 milion eurosh. A duhet të kryj punët njerë e pastaj faturat duhet paguhen sipas punëve të kryera. Pse u lishuan gjithë të punëtorë? Sot kanë lishuar
për shkak se u bë potere e madhe, edhe në prilep kanë lëshuar disa punëtorë. Që tjetë parafrasisht e barabartë, se nuk është vetëm një nacionale. Por, duhet kërkuar nga Bechtel Enka, sepse nga ajo që mësova këtyre ditëve, vërtet sot nga 50 e larguar nga puna, në pritje të vizitës së Bechtel Enkës, në Maqedoni pritet të vi njeriu i parë ose i dytë i Bechtelit. Dhe të shoh se për çfarë bëhet fjalë. Jo Enkës, Bechtelit. Enka është firmë turke. Vërtet kanë filluar lojrat të pista, të luhen me korridorin 8. A është dhe qeveri gjithë kjo e njohur apo nuk është problemi i tyre? Qeveria ka obligim të respektojë kontratat që kanë parashikuar edhe të tjerë. Atëherë, nuk duhet hiç të fillojë qeveria me rikonstruimin e rrugës, autostradës Kërçov-Orë. E ka filluar qeveri tjetër edhe pikë. Nuk është bashkështu, sepse për këtë sot ka reaguar vetëm në Republikë, ka reaguar vetëm Partia e Selës. Ta dëgjoj. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela ka zbuluar një skandal që sipas tij po e bën qeveria, duke dashur të devijojë punimet në korridorin 8, duke u thirrur në burime të sigurta brenda qeverisë. Sela thotë se qeveria nëpërmjet kushtëzimit financiar ndaj Bechtel Enkas mundohet të devijojë dhe të ndalojë punimet që kanë të bëjnë me korridorin 8. Sipas Selës, qëllimi është hapja e rrugës së veprimit për botën sërbe. Që ka ndodhur të përjashtojnë ato projekte infrastrukturore, të gjithë Pollogun, të përjashtoj lidhjen e Tetovës, Kostivarit, Kërçovës dhe Strugës, ashtu si me rastin e ndërtimit të autostradës Kërçov-Orë, kur u devijua segmenti i korridorit 8, në pat njëjtën mënyrë, tani më informacionet tona flasin që qeveria mundohet që të ndalë punimet që ka nisur rreth korridorit 8 dhe punimet të vazhdojnë në drejtim të ndërtimit të segmentit Orë-Manastir, Manastir-Prilep, në mënyrë që direkt të bëhet lidhje përsëri me korridorin 10D. Sela përmendi projekt. Po pra, kjo është botërisht dihet. Sela ka të drejtë, ne kishim të drejtë, të punësorit 50 tash që janë shkarkuar, kishin të drejtë, por ata thonë, edhe para kësaj nga muaji 10 kanë filluar shkarkimet të mëdha. Mirë po, kanë heshtur. Qeveria duhet të jetë strikt në deklarata. Është për ndërtimin e korridorit 8, jo me vonesa, dhe pse Nikolovski është dhe ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Thuajte për sy të zi bashkë vetëm për bankën botërore. Jo, ishte për këtë. Për këtë, mu për këtë. Korridori 8 vërtet do e haj kokën dikujt. Po të shohim. Sela kishte drejt për ndikimin sërb dhe. Doli edhe deputetja Rina Ajdari tash në mbrëmje me një deklarat, pra më në fund. Më në fund doli edhe BDI me një deklarat dhe pati të drejt. Uljet e mjeteve financiare për korridorin 8 dhe D kishte edhe në buxhetin e vitit 2026 ku amendamenti i BDI-s nuk u pranua, thotë zonja. Shkurtim të mjeteve financiare për korridorin 8 dhe D ka pasur që në buxhetin e votuar për vitin 2026 dhe ne si grup parlamentar kemi parashtruar amendamente me të cilët kemi kërkuar që të zmadhohen mjetet nga 6.3 miliard denar të parashikuar në buxhet në 15 miliard denar. Rritja e buxhetit në 15 miliard denar do të mundësonte përshpejtimin e punës dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Ky amendament atëherë u refuzua pa asnjë arsyetim nga shumica parlamentare. Nuk është rastësore dhe largimi nga puna i mbi 50 punëtorëve pikërisht në këtë fazë të punimeve. Këtu është e qartë se bëhet fjalë për reduktim të mjeteve, sepse të njëjtat janë shkurtuar që në planifikimin e buxhetit për vitin 2026. Korridori 8 dhe 10D janë projekte shumë të rëndësishme strategjike dhe infrastrukturore për vendin e sidomos për zhvillimin e pjesës veri perëndimore dhe lidhjes së saj me vendet e Ballkanit perëndimor si pjesë e pandashme e Bashkimit Evropian. Prandaj shtrohet pyetja, si mund të jetë realizimi i korridorit 8 dhe D prioritet i qeverisë kur në njëjtën kohë në buxhetin e vitit 2026 pikërisht për këto janë zvogëluar dukshëm mjetet. Faktet i kanë nxjerrë ajo në atë se çfarë ka kërkuar BDI në projekt rezolutën për buxhetin 2026. Pra, gjithandej vlon. Vleni nuk e meriton të jetë jo opozit, por nuk e meriton të jetë as parti politike. Unë mendoj se do mbajnë përgjegjësi historike nga populli shqiptar.
Jo vetëm me vënesën e kësaj, edhe me vënesën e keni vërejtër se të gjitha rrugët që shkojnë nga territori shqiptare, si nga Kosova, ashtu dhe nga Shqipëria, nuk janë duke përfunduar nga kjo qeveri ku Vleni është pjesëmarrës. I kam përsëritur dhe po e përsëris prapë. Dhe është koha e fundit. Dhe është koha e fundit që Bilal Kasami dhe Izzet Megjiti të dalin vetë në mënyrë publike të thonë si Parti Besa dhe si Lëvizje Demokratike për kë jenë në luftën Iran-Irak, për Iranin apo për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ashtu edhe Afrim Gashi duhet del që të deklarojë për kë është, jo sekretari i Kuvendit, sepse ajo është krejt diçka tjetër. Për kë është Afrim Gashi në këtë luftë? Anën e kujt mban? Iranit apo të Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Unë jam me Mesut Shabani dhe jam me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e fsheh. Po ashtu. Më duk pak si e tepër dhe qesharake sonte në iftar në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë ka qenë iftuar edhe zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali. Po Bekim Sali o Afrim Gashi, sipas asaj që u proklamua është kryetari i partisë sate. Interesant. Tash i ke ftuar si kryetar partie apo si? Si zëvendës kryeministër apo si? Dhe edhe ai duhet të deklarohet për kë është pra publike në luftën Iran-Irak. Iran-Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më falni. Për Amerikën apo për Iranin. Vetëm një gjë nuk duhet të harrojnë. Agës nuk i thuhet 50 veng. Agës nuk i thuhet 50 veng. Dhe vazhdojmë edhe me pak e pastaj do ndalem te Bilal Kasami. Kanë filluar edhe nismat për reforma në Ministrinë e Drejtësisë lidhur me kodin zgjedhor. Dhe merrni me mend humori. Ministri Filkov kryeson këtë grup që do bëj ndryshimet. Po kjo është jo për ta qahë me gratë të zajazit, por edhe me burrat e Malsisë së Sharë. Pra, mbledhja konstitutive e grupit të punës për reforma në legjislacionin zgjedhor. Kryetari i komisionit, ministri i drejtësisë Filkov. Çfarë nuk do gjosh. Inshallah, unë them inshallah, Shkupit dhe Çairin ja bashkangjesin komunës Aerodrom dhe e shohim se si do kaloj. Apo Gazibabës ja bashkangjesin një pjesë e një pjesë, kështu që zvogëlohet numri i shqiptarëve votues dhe të humbet vota shqiptarëve në Shkup. Ashtu siç bënin në Maqedoninë Perëndimore në zonën 6. Në zonën 6. Meritat e këtij kodi që është i paparashikueshëm dhe i paplanifikueshëm janë të BDI-s. Dhe çfarë nuk bëri? Çfarë nuk bëri? Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj për më tepër. Të vësh Filkovin dhe BDI-ja të hesht për këtë, të vësh Filkovin dhe të hesht edhe Vleni, kjo është e papar. E papar, po se është e Vlenit. Dhe do ndalemi pak në Bilal Kasami. Ky njeri mendon se mund çdo gjë të bëjë në Tetov. Jeni të telegrami.mk dhe unë e kam nxjerr. Bilal Kasami, anarkisti, ndërton te komuna pasi nuk ka asnjë tabelë sinjalizuese. Kush ndërton numrin e lejes e kështu me radhë, përfundimi, a thua mos e bën atë bunkerin që përflitet se vetëm Zvicra e ka në rregull e tash. Pra kryetari i komunës së Tetov Bilal Kasami duhet të jetë shembull i asaj që thuhet, ligji është i barabartë për të gjithë. Dhe luan ku kam shes me oligarkët e vet. Inspektorët flenë, asnjë shenjë se rruga trotuari ngushtohet. Shkoni dhe shikoni te komuna, nëse s'keni kohë ktheni te telegram.mk, as tabele sinjalizuese. Mos respektimi i ligjeve pozitive o Bilal quhet anarki. Tek di plasin. Këtyre ditëve unë kam një informat edhe për një sipërfaqe më të madhe se sa ajo që e dha për 7.000 metra katror ka 1 euro. Kam edhe një informat. Një sipërfaqe edhe më e madhe. Çfarë nuk ka? Ti njëri ose duhet t'i thuhet stop, mirë po nuk mund t'i thuash stop kur Mickovski i rri mbrapa. Nuk është okej, por dalëm këtu. Po e përmbyllim atë se mos u mërzitni për çmimet, po mërzitni për këto të tjera që na e bëjnë jetën edhe më të rëndë. Me çmimet e derivateve të naftës, për herë është luajtur, për herë 1 denar, gjysmë denari, pastaj ngre, zbrit e kështu me radhë. Unë këtu e përshëndes, pra dhe njerë, dëgjojmë nesër mbrëma dhe ju pyes prapë. Nëse ju ka pëlqyer, bëni një subscribe. Ishit në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani.